Gjesi thyen dorën. Një incident i papritur dhe shqetësues ka ndodhur sot në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, duke alarmuar banorët dhe prodhuesit e formatit. Gjesti, një nga personazhet më të spikatur dhe më të komentuar të këtij edicioni të Big Brother, ka postuar një incident të rënd që ka përfunduar me lëndime serioze. Ngjarja e pakëndshme ndodhi në zonën e pishinës, një nga hapësirat më të frekuentuara të shtëpisë. Sipas dëshmitarëve okular, Gjesi ishte hedhur në pishinë. Problemi ndodhi në momentin kur banori po dilte nga uji. Me këmbët ende të lagura, ai humbi ekuilibrin në sipërfaqen e rrëshqitshme rreth pishinës dhe ka rënë në mënyrë të papritur, duke u mbështetur me forcë mbi dorën e tij të djathtë. Rënja rezultoi të ishte më serioze nga sa dukej fillimisht. Banorët e tjerë u alarmuan menjëherë nga britma e dhimbjes që lësoi Gjesti dhe vrapuan për ta ndihmuar. Ekrani i transmetimit kaloi menjëherë në një pamje tjetër, ndërsa stafi mjekësor i Big Brother u mobilizuar me urgjencë për të ofruar ndihmën e parë. Mjekët e formatit konstatuan shenja të qarta të një lëndimi serioz, dhimbje të fortë, enti të shpejtë dhe kufizim të lëvizjes. Pas një ekzaminimi fillestar, ekipi mjekësor vlerësoi se bëhet fjalë për një krisje të mundshme të kockës së dorës, një gjendje që kërkon trajtim të menjëhershëm mjekësor jashtë shtëpisë së Big Brother. Produksioni i formatit lëshoi një njoftim të shkurtër, duke konfirmuar se Gjesti do të transportohet në një nga spitalet e kryeqytetit për ekzaminime të mëtejshme, përfshirë radiografi dhe konsult me specialist ortoped. Sipas burimeve të para, banori mund të ketë nevojë për një trajtim mjekësor të zgjatur, gjë që ngre pikpyetje për vazhdimsinë e tij në format. Po ju, çfarë mendimi keni mbi këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.